rruga këtu, është rruga e Eksodit që kalon kjo rruga këtej. Edhe domethënë lufta lumë zamon kryesisht ka kalu këtej. Që bo lufta madhe që ngjilli seri. 4 km pito është domethënë kufiri i lumës. Na domethënë jemi me lumë, me Kukës. Prandaj i thënë zhurit, anë këne zhuri, edhe me Kosovë, edhe me lumë. Domethënë dy bajraqe janë. Domethënë edhe me lumën, edhe me Kosovën. Zhuri domethënë thuhet që daton 700 vjet më përpara. Këtë kanë kaluar në qitë qafën e zhurit, si i thonë në qafa e zhurit, lumën për Kukës. Gabimi ishte më i madh që u vutën edhe të privatizuar në fabrikat. Ka 3 vjet, ka 2 vjet, ka 4 vjet, kemi vjet këtë kanë shkuar në Gjermani, s'ka për lamje këtu. Ka? Ja. Ka tuni madhën shumë veç për lamje s'ka. I kanë ata dashnorët e vetë ndash. Si i ke marrë 4? Kuroni thot me 4 grë. Me 6, me 7? 4. Edhe të cilët duhet t'ja plotësu të shirën. 1444 në Nortën e Skënderbejut në kruje kije dhe zhuri në Kosovë dhe jam shumë e lumtur sepse shpesh herë e kam thënë që do shkoj dhe duke qenë se Shqipëria është shumë e madhe dhe duhet shumë kohë për të shkelur në të gjithë. Ajo që përmëton është që unë kam shkelur në fshatin më të madh të Kosovës dhe më vjen mirë që kam takuar një zotëri i cili na mirëpriti edhe do na tregoj më shumë për fshatin Zhur. Pra në fshatin Zhur kam ardhur tani. Mirë se ju gjeta një herë. Edhe faleminderit për mikpritjen edhe për fjalët e mira që the, sepse normalisht kur shkon në një vend për herë të parë e ke edhe pak të vështirë si do të presin njerëzit, si do të meqense e ndjek emisionin, ti e di shumë mirë që unë tregoj atë që mua më jepet aty. Më the pak më parë që është fshati më i mirë. Fshati është më i mirë, është fshat Pellas Gojvjer, daton domosdoshmë me shumë vjet. Domosdoshmë Zhuri vjetër ka datuar nena, është i vjet quhet Gamën. Pastaj ka dalë këtejna. Domosdoshmë jemi domosdoshmë kryesisht jemi fshat i pastër, jemi këtë musliman, kemi harmoni në mes veti, domosdoshmë mirë në mes veti, kemi familjarizëm, edhe nuse marrim edhe japim. Pi fshati Zhuri daton e 3 fshate të tjera, është Maradema, Vlasha dhe Kubi. Zakonisht domethënë kaloj mirë, Gërbeti ma domethënë, zakonisht Zhuri ma Gërbeti, ka shumë diaspora. Ajo që shoh, që më bën përshtypje në krahasim dhe me fshatrat në Shqipëri është se ka më shumë investime, mirëmbajtje, dhe shoh që shtëpitë janë gjitha të mirëmbajtura, gjitha të rregulluara. Ndoshta është më e theksuar tek kjo pjesa që të gjithë ata që jetojnë jashtë investojnë në vendin e tyre. Patjetër, shumica, jo shumica, por 90% që punojnë jashtë, domethënë këtë investime të bëjnë në Kosovë bën këtu. Ku kanë emigruar kryesisht? Shumica në Gjermani, në Itali, Zvicër, tash në Slovenia ka marrë shumë, ka marrë. Po zakonisht Gjermani, Zvicër, Sloveni dhe Itali.
Okej, është fshat i madh dhe nëse e shohim edhe në pamje të lirë, fshat i madh dhe i mirëmbajtur. Më bën përshtypje edhe këto emrat e lagjeve, të rrugës. Po normal kjo rruga këtu është rruga e Eksodit që kalon kjo rruga këtej. Edhe domethënë lufta Lumës, domethënë kryesisht ka kalu këtej. Që bo lufta e madhe që gjithë në histori. 4 kilometra pito është domethënë kufiri i Lumës. Na domethënë jemi me Lumë, me Kukës. Prandaj i thënë Zhurit, anë këne Zhuri, edhe me Kosovë, edhe me Lumë. Dy bajraqe janë. Domethënë edhe me Lumën, edhe me Kosovën. Domethënë takon Zhurit. Kemi ardhur edhe në një orar ku është xhuma sot dhe janë të gjithë në xhami, por aq pak Ramazani, njerëz. shumica ma xherën nuk dalin zakonisht. E di. Aq pak njerëz që takojmë do mundohemi që ta mësojmë historinë e këtij fshati. Trego çfarë histori ka edhe gjatë luftës. Mi trego pak se jam kurioz. Lufta, domethënë lufta e Mafit dhe Kosovës ka shumë histori, se zakonisht ose kryesisht këtë armët që ka kalu kënina kanë kalu. Edhe Eksodi ka kalu kënina kanë, domethënë ku kanë bërë shpërngulje që kanë ikë. Luftë, po edhe domethënë para luftës, lufta e Lumës, 1912 që matman. Pastaj ka histori shumë vjeçare. Zhuri domethënë thuhet që daton 700 vjet më përpara. Në qendër është një xhami aty, ka atë gurin ku vjen domethënë xhenazë, e thënë xhenazët. 1230 vjeçar është ai guri vjetër. Ka shumë histori domethënë. Zhuri domethënë dy herë shpërngul. Një pjanë, ka dortej. Zakonisht ka histori shumë për Zhurin, që unë jam miri domethënë. Po, aq sa ke dëgjuar edhe ka që je i sakt. Po kështu banor sa ka mbet, sa me apërsi, ja? Domethënë imigracioni ka marrë shumë. Ka marrë. Shumë. Tash për momentin domethënë shkolla e Zhurit ka pas për 1300 nxënësa. Për 1300 edhe gjimnazi ka pas. Gjimnazi u shujt, tash janë 500 nxënësa. Për 1800 nxënësa më ka. Gjysmë për gjysmë. Më shumë se gjysma. Më shumë se gjysma. Gjysma domethënë gjysma fshat është mbyll është. Po këtu të ardhurat kryesore janë emigracioni? Emigracioni është. Po këta këtu me çfarë jetojnë? Shumica punojnë me ndërtim, domethënë ndërtimtarin punojnë me ndërtim. Shumica kanë emigruar ka shumë prezant, Prishtinë. Domethënë lëvizjet e njerëzve domethënë gjithmonë anena, knina. Po kryesisht migracioni, jo vetëm Zhurin. Këtë Kosovën e madhe migracioni. Kosova, po, e di, e ka tekstuar këtë pjesën e emigrimit. Si këtë qatë në Kosovë, mos e pas, unë për shembull kam vllajën, e kam motën, nipat, domethënë kam 5 metra kam atë jashtë. Po vetë, çfarë të ka mbajtur këtu? Vetë, unë kam pleshti, kam prenti, kam edhe. Okej. Domethënë ku bë sakrificë që kam bërë prent. Se në të kundër do kishe ikur edhe ti. S'ka, nuk ka lëvizje, çka kam bënë tash. Ti ke një biznes ëndi këtu, por që ja del të krijosh. Ja dalë se ja dalë, kam 3 fëmijë të vegjël në moshën 6 vjeç. Edhe diçka tjetër, më tej që shkolla është e mirë dhe duke qenë se e shoh që është fshat i mirë, besoj që i ka gjitha. Me investimet si është? E keni problem këtë pjesën e investimeve? Investimet janë shumë mirë atë na. Po tash domethënë ajo domethënë politika ata shumë që shumica njerëzve është mendoj se jashtë ka gjithçka. Edhe këtu ka domethënë, me dashur mirë, ka gjithçka këtu. Për shembull na kemi toka bujqësore, kemi në rrugë, i kemi pyjet, i kemi shumë agroturizmin. Tash i usona me shkëmbar vetë lart. Marr me bën një shtëpi, një fasadë, një gjë. Nuk shumë me tu. Unë kam çem me tu këto. Po shpirtësi kur. E kemi këto ne, që ti kemi jashtë, ndërkohë që në vendin tonë kemi tash interneti domethënë ta faqe domethënë gjithmonë, jo dikush po vjen me kert na po lakmën. Siç ka me lakmu. Ne do të me jetu jetën. Me ato çka ka me jetu. Tani ku ta komplikosh vetës gjonat, gjithmonë do të dush luks, atë luksi do sakrificë. A janë të fokusuar tek tokat bujqësore? Tek bujqësia, tek blegtoria. Janë edhe si janë, kanë ikë shumë. Bajerët i kemi punu shumë tash jo. Edhe unë kam toka bujqësore plot. I kam dhënë me ndrem. Ose e ke dhënë? Për shembull, pse ti nuk? Ose unë tash unë veç jam. Veç vet. Do të më do kanë më marr fëmijë të qerë dhe më çu. E kam nënën me tension. Nuk po më lëviz kurçish. Edhe për këtë punë tash e kam dhënë ata fermerët që kanë dele kështu. Marr djathtë, ka penzën. S'ka. Nik pritës jeni? Shumë. Gja e parë që më tha, hajde pi një kafe. Jo kafe keni me pita, ashtu se më të visë, edhe bukë që se s'keni hangër. Të falenderit shumë, e vlerësoj shumë. Unë i vlerësoj njerëzit që qoftë edhe me një përshëndetje, se nuk është askush keq sot për bukë apo për një kafe, po mjafton fjala e mirë është e zbut njeriu. Me që jemi shqiptarë, na kemi mbikpitin, domethënë pikë parë, edhe bukë, edhe kafe. Nusën e ke marrë? E kam nusën Shkodrës, po Tiranit thënë. Nga Shkodra? Shkodrane. Je i lumtur që ke marrë Shkodranë? Po ta shumë 3 fëmijë kam normal. Tani unë nëse kaloj, domethënë më duhet të qëndroj shumë sepse është fshat i madh edhe duhet të Po tash do më mas gjumos, domethënë kimi domethënë takosh më shumë jashtë, takosh. Edhe me pamjen e domethënë ne bëm kasile që të menim atë pamjen e bukur të UCK-s aty,
Për çfarë është ngritur ai lapidari, ma trego pak? Dhe është edhe për ndjerë luftës Kosovës, edhe për ndjerë luftarëve të Lumës. Dy. Të dyja, Të dyja. Edhe unë ku pas dy vllazë në luftë, djemtarë që kam dëshmor, po shëre. Kemi kontribuar shumë për këtë vend, tash me ikje nuk bën. Dikush do të me ikë, dikush do të merret pa çfarë. Falenderoj shumë, edhe shumë respekt nga ana ime. Më bëri të ndjej mirë sepse është fshati i parë që unë ndaloj. Fshati i parë është, ata për shembull çimane me kupsi çimane, do të sart kalesh klina, po shkesh për daga se prezant, ka një kafe jau qes. Po kështu në përgjithësi, se do shkojnë në fshatra të tjerë, si janë? Për zotin inshallah gjë është njerëz. Është vështirë, a? Vështirë. E di që është vështirë se gjithmonë nga pak që takoj pa ata pak flas. Jo, ti në rastave Gjosh një kështu të mos u del si surprizë. Inshallah kanë një mirë. Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Respekte shumë. Si jeni? Me shëndet mirë? Unë jam gazetare, quhem Lediona, edhe kam ardhur të bëj një reportazh për Zhurë. Tani, më duhet jo pa qëllim të qëndrova, sepse ju e njihni më mirë historinë edhe flisni më mirë. Tani, në ato aq sa kam lexuar unë, di që është bërë një masakër e madhe vitën parë. A e ke problem mi thuash më flasësh rreth historisë së fshatit? Jo, unë se kom problem që ato me tregun që është, unë ngjarje tamam nuk i... Jo ngjarje tamam. Unë më se jeshtë me pasë të tëra, se nuk kom qenë të në qatë nuk e do qëtë. Vetë ngjarjet nuk i di ashtu, siç me data me sene nuk i ashtu. Me data të gjithë nuk i kujtojmë, po, unë di që këtu është bërë një nga masakrat më të mëdhaja, edhe unë e kam e të lexuar, ju e keni më të treguar. Për vitit në 89, u bani masakër ashtu në që dolën të rriton që kundërshtuan ligjet e Jugosllavisë, Serbisë. Në ata demonstratët u qëlluan herën forcat, në demonstratë herën forcat policore sënë, me specialka, edhe hiq pa kur farë vreti që si kanë gjujt, edhe sot i kemi të vranë 3, edhe disa kanë qënë 3-4 plagosën, si mbas dëgjimit tem që kanë dëgjim, se tash ku më qenë në grybet. Edhe mande, prej aty, gjithë një kanë fillu gjithët pa drejtët, deri në kohën e trazirëve të lutës, ku ka harë urme që në u largu me shumë për Shqipëri. Edhe në atë kohë, vjen keq, s'kom qenë këtu, kom qenë në Itali. Këtu ka qenë rruga, ku është bërë eksodi mira shqiptarëve të Kosovës që kanë shkuar. Këtë kanë kaluar në qitë qafën e Zhurit, si i thonën në qafa e Zhurit, lumë për Kukës. Edhe që të unë familjen këtë shatë, unë s'kum qenë për fatëshë, s'kum qenë këtë, s'kum qenë që tash në Itali, edhe kur kom marrë mas 2-3 javë e kom vizitu e familjen në Kukës. Ke shkuar i ke vizituar? Po, prej Itali, si kom vizitu, toni mandej, ku ku marrë, kur u bërë kreç shlirimi, ku hinë forcat e NATO-s, a i ka mësore, atër një ardhe një marrë e kom vizituar, qikash. Ajo që mësova këtu në Zhurë është se ka pasur dhe martesa me serbe në atë kohë. Ka të martuar? Ka. Nuk me tonë prej vite mas luftës në dytë, për nëre, sikur që ka ndonë njërë në gërbet, ka pas një vojtare sënë, ka pas. Po jo shumë, ka pas 3-4 familje ashtu, që në gërbet, ka asine, ka mbati, martesa sënë. Mirë po, besoj që i ke pas, ndoshta familjet më të ndershme, si për ka fëmijët, si për ka shoqet bashkëtorë, kanë qenë një jetë shumë mirë. Nuk ka pas kur pengesa prej aty në hiq. Ajo ishte ajo kohë, se nuk ishte ajo herët, ishte më konë ajo nxitja e urrëties me septesën. Se unë vetë ku për në Beograd, 14 mas ju prish pra situata dhe detyrohej i ka shoha në Itali. Nuk ka pas martesa, ma shumë ka pas martesa qeta të mira. Sot i kje shëmbullor fëmijët e tyne që nuk kanë të martesa. Po pa tjetër se s'mund të ndikohesh nga lufta, sepse familja është tjetër gjë. Mas lufta, jo që ato kemi që moshatarët mi, ma 3, ma 10 që janë nipat e sërbat.
Nëse bën një krahasim, zhura vite më parë dhe tani, si është? Si? Nëse bëjmë një krahasim, si ka qenë vite më parë dhe tani? Për jetën apo Për jetën, për njerëzit, për qetësinë. Mirë është, nuk është jasënë, po mund me thonë që pakës është një falë, si me thonë, këtë kanë dashni, këtë kanë ka pak, nuk është që është malë shumë, mirë po veç mërgimi është. Janë larguar shumë? Janë larguar, që këtë shati ka 1000 heshë, shumë është shati hapër i madhë, ka mbi 1000 shpi, mirë pa i gjashtë, 3-400 shpi zbrasta, i që këtë mshelë, në lagën të eme, që to i kam vesh 32 shpi në mërën pe që duhet, e dere që ati poshë, 32 shpi, kur i në mërën 16 mjurë, 32 mjurë, gabimi ishte maj ma që u gutën edhe i privatizuar në fabrikët. I privatizuar firmat, i privatizuar në gjara që aty i boni Edhe s'ka vend e punë, normal që do largohet. Ka gjinët punë privat, ka. A më shumë pak, aty me 4 vetë, 5 vetë, nuk ka zukur fabrikat që i kanë mbyllë një pas në komunën e Prizrenit, 12.000 punëtorë kanë qenë të lajmëruar në libres pune. Qësë që është këtë merësh. Që ishte gabimi maj ma, se ma mërmeni mund tash, ndashta e gaboj, është privatizimi që u bojë për mirë, shumë tegër. Shumë tegër që ato për mendimin tëmë gabimi maj ma që bojë. E tash popullat apo rritet, po lipin punë, s'ka këto punë, kry shkollën, kry fakultetin, kry ato, ikin, s'ka, që s'ndot me mjek, diplomon, i s'ka punë. Që i arsimtar, që i sarë, pa tjetë, dykun eksistencë. Jetëve që aty mu më ndërmële që u bo gabin me në privatizim. Dhe tash, i shala në tarmën. A mendon se do regulohet diçka? Pa që shpresat nuk du të një unë kur. Ne shqiptare gjithmonë shpresa nga kanë bajtu. Shpresa, veç pos levizim, edhe shpresa du të me leviz. Po t'i gjë, Me kërku e shpresa. unë shkoj në shumë fshatra, por këtu shumë të rinj ka, ndërsa në fshatrat të tjerë s'ka hiç. Atë si tashëm, ka fshat në, si këtu me logaritme që ata 3-400 shpit, që janë mbyllë të gjithë tash të se kameret, tu një fshat del që iken, a mo tu alo ka levizit sa fshati më. Ima, të falenderoj shumë. Kaloshit mirë. Dhe uroj gjithë të mirat. Kaloshit shumë. Shumë falenderoj. Hajtë mirë. Miru pafshim. Sërgjë. Respekta. Tani hajde dalim aty. E di që më bën përshtypje këtu në Zhurë, për te historisë që e kanë, nuk e di, ka shumë golf dysha. Golf dysha janë këta? Po më gënjeu ju gënjeva, se si dalloj do të mirë. Golf dysh. Tani, në fshatrat e Kosovës sigurisht që më duhet edhe të futem edhe të mësoj pak për historinë, sepse më tha një zotëri që çdo fshat i Kosovës ka histori të veçantë, edhe për shkak të luftës, dhe unë do mundohem që t'jem edhe e kujdesshme, sepse edhe nëse bëj ndonjë lapsus më pranohet, sepse tani sa të rrojmë do mësojmë edhe nuk e dim të gjitha. Kjo këtu ka qenë rruga ku është bërë eksodim në vitin 1999, ku rreth 800.000 shqiptarë të Kosovës janë shpërngulur me dhunë dhe nga shtëpitë e tyre dhe janë drejtuar drejt Shqipërisë, nëse e mbani mend të eksodin. Dhe kjo ka qenë rruga ku kanë kaluar të gjithë. Klasa. Shumë vap. Ma bëj një video me telefon këtu. Më bëjmë një video me telefon. Si jeni? Mirë, mund t'ju shqetësoj? Here parë që vi këtu në fshatin tuaj. Zhura, po. Zhura. Po. Edhe më bëri përshtypje se pas ka një histori të veçantë dhe është bërë një nga masakrat më të mëdha me aq sa unë dëgjova. Ti ke lindje rrit këtu? Po, këtu. Më trego pak. Që me të masakre ka pas dama këtu. Po? Shka kimi konë tash, ata. Çfarë dëme? Domi ka vrasje, ka shumë, në demonstratat e para.
Mbi 40 që konë të lagosën, 3 djemë një shpisë janë të rrosë, janë vra. Okej. Po. Atëherë demonstratat tuajnë konë konë fuqikë këtu. Po, atë kam mësuar që ka qenë një nga masakrat më të mëdhaja dhe janë vrarë diku 37 burra të qatë. Plagosën në 40, plagosën po 8 një shpisë, djemë 3, mosha 20 vjetët e punë. Po tani si është zhura? Tash, janë gjatë mirë, tash. Janë larguar shumë? Janë larguar shumë. Shumë. Keni mbetur ju me çfarë jetoni ju që jetoni? Me qëta penzijat e vogla. Ashtu, a? Po. Ka 3 vetë, ka 2 vetë, ka 4 vetë, kemi vetë, këtë kanë shkuar në Gjermani. Shoh që shtëpit janë shumë të mira. Po, të mira. Kanë investuar. Ja, kanë investuar shumë. Por fatkeqësisht janë të mbyllura. Mbylla. Të vjen keq kur e sheh kështu. Katastrofë. Që ka mirë katastrofë. Mbi 500 shtëpi janë të mbyllën janë. 500. Vallai po. 500 shtëpi janë të mbyllura, të kyçura. Kretë janë jashtë ka shkuar në Bergen. Zvicër, Sloveni, Gjermani, bravo. Okej. Shiko, shoh të rinj, ka të rinj këtu. Ka, Po me ka, çfarë punë bëjnë këta këtu? Me ndërtim. Me ndërtim. Me ndërtim do. E ke menduar ndonjëherë të shkosh tek fëmijët e tu, të largohesh për këtu? Ku me shkua atë, atë. Çfarë do bëj thuaj? Një atë atë në Belgjik, ka. Okej. A vjen mot një, 50 në qysh. Si gjithë shqiptarët? Si, të gjithë, po. Po njerëzit si janë këtu? Mi, E keni këtë harmonim me njëri tjetrin? s'ka përlamje këtu. S'ka? Ja. Ka tuni madhën shumë, veç përlamje s'ka. Shkojnë mirë me shokë, se cili ka shoqin e vetë, shkojnë mirë, përlamje s'ka. Dhe që, po martesa ku bëni kryesisht? Martesa në Katun, si keq shokë, ne për Katun, po dashnohen tash. Po dashurojnë kudo, e? Me thonë tash. Po në pjesën e Shqipërisë keni marrë Ka dhënë sa? plot ka këtu, Plot, a? po vazhdat ka. E, po djenë beqar, ka këtu? A? Ka djenë beqar? Ka. Po pse s'martojnë? Po, smartohen, Po pse? po pritaj. Po përtoj. Si me vota, po i kanë ata dashnorët e vetë ndashmët. E po tani dashnorët i marrin gra edhe të mbyllin jetën. Kur dajnë asaj marrin, po... Ashtu, a? Po, Së dëgjojnë këta sot. ja, ka, dashni kanë në veti këtu, katoni madhë, mirë shumë ka qaj. Mirë, si do mas mëngjesi, në akshami dalë në ti kafe. Jeni kafe të gjithë. Po. Më dojtë shumë qefi. Faleminderit gjithë të mirat. Edhe ju, Shëndet, që gjeni mirë, gjithë mirat. kalofshës mirë. Pa. Sa bukur, mjaftojnë që ka dashni. Njerët s'kan ikur shumë, rreth 500 shtëpi janë të mbyllura, sepse janë larguar. Domethënë, fshatin Zhurë po e ha kurbeti, fjala e duhur. Shumë pak, shef. Me thënë, gjithë ky fshat i bukur, i sistemuar, s'ka njerëz. Unë me të drejtën, nëse e krahasoj me fshatet e tjerë, nuk mund të them që s'ka njerëz. Unë këtu kënaqesha me njerëz, sidomos me djemë të ri ka plot, por i kemi beqar. Si i ke marrë katër? Koroni thot me 4 gra. Me 6, me 7, Je a? 4. Edhe të cilët duhet t'ja plotësu të shirën. Këm ban më mirë. Këm ban më Qëra mirë. si më pavija. Hajde na thuaj dy fjalë. S'ka që me dhonë të rizë. Hajde se po del shumë bukur materiali i Zhurit. E kam qartë. Jo, fshati... Hajde. Ka vëzë një minutë. Jeni dhe mik princa. Lokali jam qaj pari, jo, qaj kafeteria atje. Ishim te ky këtu. Po, e para, jo. Çaj ke ato ti? Kafeteria. Jo, ishte një çun atje. Tani jam, tani gruës. Na e taj. Hajde. Na e tregoj pak a shumë, po 2, jo 4, mos gënje. 2 grata. 4 gra, kam. Si a ke treguar 2 më? Ha? Nuk Jo, e? to në zhurë, 3 prizër banesë. Hajde mbaj pak makinën se që i kanë që në mua bëj. Ha. Dhe makinën të lokali se do është me shumë shpinë, ne? Po mi pra 2 minuta do flasim, hajde. Ju jeni mik pritës, ne të kemi dhe në grua atis na pret na qëndrosh na flas. Ka që të bomba, edhe të mi, vësë të. Po që të Tironë, se ja? Po. Cilet programat të në Tironë? Unë kam emisionin tim në YouTube që shkoj në fshatrat dhe shere parë që vinë në fshatrat e Kosovës. E ku po të Kosovë të po fshata kërkojnë. E do, që pa thamë, e kom TikTok i kom ato. Ha pra, unë jo. Si e ti, ja. Unë jo. Do fshata ka mos Kosovë. Jo, në Kosovë shere parë që vi. Kosovë të përgjën fshata.
ka organizacioni kokije. Po, i filmova ato. Edhe cande. A më shumë ka me një fshat rëndë. Në pojko, dyshat. Po pse i mbajnë kaq shumë? I preferojnë dyshat më shumë anina. Çuni dy që të lëmë lavazhin e ka. Të shkojmë fëmijë që ka nuk se të ronë si dyti. Të pensë të spitali ako. Çfarë rëndësi ka? Dgjoj. Pyeta edhe dikë këtu përveç historisë që pas ka masakra që janë bërë këtu e gjitha. Rimin që në 12 në atë. 12 pa. Të kulla lumë sa dish gjithë. Kini leku pa ka shumë atë. Edhe këtu në zhurë, kam prej shumë shkije kam. Morës vesh. Qatë fshatin të bërës shkije të kanë prej, ma që ka një të qenë po breke e kanë dalë të grykat e uzinët e uja, të lugavina, gjitha sërbë në mytën atë kohë. Po, zhurë si fshat, është edhe nartën e Skënderbeu, Gjesh Kastriot Skënderbeu. Që zhurë nuk ka qenë që tu. Ka qenë në lartë? Qanina. Po. Masa se kodës, a qenë në a lotë të mjurës valjen. Pja tërë ka ndollë pasë në e kinë. 1444 nartën e Skënderbeu, në kruje, kije dhe zhurë i shkru. Dashmeditor. Të përpara në kemi qenë, keq katolicën kemi qenë. Po. Masa ne mi këthim muslimana. Musliman të gjithë, pa. Apo tësh? E di çan bëri përshtypje që kanë mbetur edhe domethënë që janë dashuruar atëre me serbe edhe kanë krijuar familje. Që në atë kohë. Në atë kohë kanë pasë, ka pasë edhe 200.000 grati kanë pasë, tani kanë nishi. Ka prunë në Beograd, ka prunë në Serbia, atërë kërë Jugoslavia madhe me dojnë. Po. Ke po të nëftimin, këtë Jugoslavin ke shkuar veç që kërë Jugoslavia fort. Këtë Jugoslavia ka punu edhe këtë fabrika ka punu edhe rrogat i kanë pasë batë mira se në Gjermani. A me këtë dhe, pa i kanë marrë, i ka përgjisi femën, a shfina, se ka përgjë, ka përgjë shpi. Ka më familje, ka kjo familje që sot, ata ka të më të mira, të është, bëjtë ko, ka nikë për Shqipënia të të lukë, se shukon të lukë, ka nikë zhuri në kona nejna, dragobira nejna. Ata shkia, ata gratë që konë ka nikë qenina, më ndorë për fije, ftyre nga kanë marrë politë shkipe. Shpjo vjenë marrë, jasër shëpim, unë shkinë, po e më marturë për shqiptarë. Ju ka përshtitë të më të konë, edhe është mërinë, sërbe. Ka pas gëtë mirë ata, në atë kohë e marturë, po të është jo. Ta një, di. Po të është jo, të është, po të ka një kohë. Po që rëndësi ka atë nëse ti dashurosh dhe është njeri i mirë? Që të është, në atë kohë po, ama që të është problem. Të të gjë shkinë, sërbkinë e Serbisë, të Beogradit. Mërë më mosë të pashpesë, i vajtë dvojtës të, e mërë me mashtoni natë, dhe dhe i ka për. A më tësh? Pa. E ta që jo për mërë. Mërë dhe. Shof që ka shumë të rinj, djem. E më tha një zotëria aty dhe janë beqarë. Ka, jo, të ka beqarë, ka të martruan, ka të ri shkollë, ka të ri punën në... Po, ma shumë jetë martruan. Po tësh, shumë jetë martruan. Ka dhe një pa martruan. Ju jeni pak ndryshë nga ne, se ju martojni në moshë të vogël. Moshë të vogël. Ma bete që a fola unë. Jo, nuk po flasim në atë kohë, edhe tani. 19 vjetë. Gjorën e kom 88 që e leja. Po më të marton të baba aty, po një e gjej edhe veti. Ha? Qështë me gjithë? A mas bëj që asë kur zigjon. Ja, po veti qëre, ka, së pëtojmë s'ka femna, ka sa dushë, dhe sot, po, vetë kyrin, kyrin me shfitzu, aki par, aki lek, po të shka një kohë, të po folim leta qëtë. Pa. Ki të fa femna, ki po. Familja mbi të gjitha. Po këtu xheloza janë, i lën kratë të dalin të... Po. Nuk jeni kështu fanatik? Ja. Okej. Shonë prizën ka punë, shonë Se gjë e mirë. Po pëtesh. Se ka... Se te femna, ti më supre që po foli shumë. Femna i ka flok të gjata po manë të shkurë. Jo, e ke gabim, kushta ka thënë këtë? A, kjo ka shkunë edhe... Pa ata bura që kanë flok të gjata si e ka? Jo, këtë femna, disa femna. Ah, okej. Jo, ma asni. Jo, disa. Femnat janë të zgjuara. Meshkujt nuk janë të zgjuar. Ha. Qaj punë në Shkodër, e vraf grunë. E, tani nuk po flasim për... Ne kemi një shprehje që pyet badera e s'ka. Go, e qaj top njungësin, top qanallin.
shumë vrasje, sidomos ona Shkodrës. Jo, edhe Shkodra, Edhe ka. në atë kohë ka pas vrasje, me desë unë me dajt i kam nënë. Ti që nisim po brek në Morin, e po nërën në Tiranë, këtë minti kam. Edhe të shtetë, në shtetë, në të Lija, këtë i kam të njëtë atë. Shë jo kam të jamë. Shqipëria, radisti që gjenë Veroqa, me punën e vetë e ka mojtë shteti. Dhe ose punëtore, më sanë, këtë në veti. Sali Berisha, unë që këndo Sali Berisha, dhe dhe Romë, Sali Berisha, e ka prishin në. E njerojnë demokraci popër, dolën manqë, dolën... Për demokraci luftojnë? Jo, po, demokraci? Po. Fa demokraci, e me donë me vërë gru, në vërë burë, Jo. e me morë me droga. Jo. Po droga zotësia është më burë. A ki pa fa makina kanë Tiranë? Po, super luksoza. Dhe gjëmënjeski. Po. Ka i morë ti, ka i bone? Zotësia është më burë. Zotësia? Po. Pishën në rinin, të pije drogë, gocat. Nëse pi? Nuk e din, familjen nuk e din, një është gunë këtë asfalt. Apo tesh, atë na shumë janë të zonë. Po ti si tua që ne të qëndronim kështu të mbyllur? Ja, jo të mbyllur. E po e pra Konë tani? demokraci, i lije, pa mo, shteti janë, si ka natë drejnë. Ligjet duhet... Ligje do është të ngurë. Pra, duhet të nguar ligje ose duhet respektuar. Të na mirë ligje, ky ministrin e ka thirrë gjykotas për shkon. Ja, mos edhe ju ligjet i keni më të shënguara se na. Pa. Po mirë, e thirrë që Albin Kurti në gjykota pargje, me të kotën i ka pas. S'po shkon. Je se janë punë të tyre, ç'na duhet na? Ç'na duhet na? No, po më me ta fol ti ta shpyt, a dosh a dosh. Zeva dosh me shku shpyt me pushu po. Se të po është atje me kamerë, që atje dole ti po folesh e Jo, po se ti më the mua që unë kam 4 gra, tash unë hajde këtu ti sipas ke 4 gra. i lejohet. Si lejohet? E ku pyet një orë, gotash, një orë, ka dekra me tij. E mora me furgon unë me kerr për zë dhe ndash. Po. O, tash. Aja 2 vjetë ku më vjetë, se unë po hoç. Tash. Kur unë thash, sa gra le janë më. I që ka punë që do sa po folim letra qeta. Po. O tash. Kur unë thot ta. O mund të 4 gra me pas, po duhet Si ka? Duhet ta 4 gra. Unë po thot, po se cila me pas shpinën e vet. Nuk i donte në një shtëpi. Jo, Ka qenë i zgjuar. po, jo, me shpinën se cila me pas, palesën e vet shpinën e vet. Thash po mirë, thash. Po çish flash atë me kota, çish ja bësh, ku ja. Po më vet. Ta du tani nota jo mirë. Po mos e tra puna me shku një nota ajo thash. Ai nota e çita. Ha? Le erot mos u marr thash bata. Një ta ka forcë do të kjo familja thash mos u marr pas çfarë do të. Po. Ashe hoxha. Po dhe 4. mangupa. Oj, kaso. Prap gol dysh. E se duhet të ri këtu. Pra po thoja që masakrat më e madhe është bërë në fshatin Zhurë. Me ato që unë edhe mësova pikërisht në këtë fshat, nuk po flas me vite sepse nuk dua të bëj ngatëres, po flasim për vitet 88, ku janë marrë peng, janë vrarë rreth 100 ushtar serb, dhe më pas në shenjakmarrje ata kanë pushtuar këtë fshat dhe kanë mundur të vrasin rreth 37 shqiptar, pra burrat e fshatit. Dhe kjo cilësohet si nga masakrat më të mëdha të kësaj zona. Tani, unë mundova që dhe me ata 2 banorë që takova, të cilët e shpjeguan pak a shumë historinë dhe e treguam edhe rrugën ku është bërë eksodi i vitit 1999, ku mbi 800.000 shqiptarë të Kosovës janë shpërngulur me dhunë nga banesat e tyre dhe janë nisur për në Shqipëri. E di shumë mirë që duhet shumë zëra për ta treguar edhe më gjatë historinë e fshatit, edhe më gjatë sepse koha e luftës ka pasur histori të përgjakshme dhe masakrat të tmerrshme, por nuk do futemi aq shumë në thellësi. Në përgjithësi, nëse e pam edhe me pamjet tona që është një fshat shumë i mirë, i mirëmbajtur, pa ajo që është problem në këtë kohë që ne po jetojmë, është
largimi masiv pra drejt emigrimit dhe kanë mbetur shumë pak njerëz, kemi shumë shtëpi të bukura, vila të cilat janë të braktisura, janë të kyçura, qyteta dhe zotëria, shumë pak njerëz gjen edhe kryesisht të moshuar. Ajo që thoja edhe një gjë tjetër që më bëri përshtypje tek intervista me personin e parë që ne morëm, është nga 1200 nxënës kanë mbetur rreth 700 nëse nuk gabohem, pa përgjysmim. Janë larguar. Më vjen shumë keq që po ikin të gjithë, duke qenë se ne i kemi të gjitha, i kemi mundësit për qëndruar këtu. Okej, i qëndroi fjalët së zotërisë që tha mbyllja e fabrikave ka bërë që mos ketë vende pune dhe këta të rinj të detyrohen të largohen. Por edhe largimi nuk është zgjidhja. E di që do më kritikoni, do thoni ti e ke punën, edhe pa ai kushdo edhe punon. Pse të mos e rikthejmë sërish bujqësisë, blegtorisë, sepse pa fshati nuk ka jetë. Unë përmbyll këtu këtë material, shpresoj që të kem thënë saktë dhe qartë këtë histori të kësaj zone dhe të fshatit të parë që unë kam shkelur në Kosovë dhe një nga fshatrat më të mëdha në Kosovë. Domethënë rastësisht, se unë asnjëherë nuk shkoj me plan që të do shkojmë filan fshat apo futem takoj çdo gjë spontanisht, ashtu siç jam edhe unë. Faleminderit për mikpritjen, faleminderit për njerëzit e mirë që jeni dhe më bët më të lehtë punën sepse do shkoj në zona të tjera të Kosovës dhe kam të lehtë të them që janë njerëz që nuk e kanë bezikamrën, po flasin edhe tregojnë për vendin e tyre.